Atëherë, Zoti Dehari nuk na dha fjallën të shprehemi në kuvend. Unë aty u drejtova që ai mundet me naftu edhe 48 herë, çdo 48 orë, po si Lidhje Demokratike e Kosovës nuk kemi vota për ndryshimin e mënyrës së votimit. Dhe tani më lejoni t'ju them që të mos përsëris atë çfarë kemi thënë para 2 dite, po më lejoni t'ju informoj që sot kemi mbledhur nënshkrimet e disa deputetëve, të cilat do të vazhdojmë t'i marrim disa prej tyre, sepse edhe koha ishte shumë e shkurtër në seancë plenare. Si deputet nënshkrues do të kërkojmë të hanën, do e dorëzojmë një kërkesë të zyra e rregullatorit të energjisë për anulimin e 2 vendimeve. Anulimin e vendimit për të hyrat maksimale të lejuara për operatorët e energjisë elektrike, e cila ka rezultuar në ngritjen e çmimit të energjisë elektrike në 16.1%, në mënyrë që të parandalojmë një valë të re të inflacionit, dhe gjithashtu vendimin tjetër për detyrimin e 1300 kompanive për dalë në tregun e hapur, kinse në tregun e hapur, në tregun e lirë, në tregun konkurrues, i cili më lejoni t'ju informoj që nuk ekziston në Republikën e Kosovës. Po është e vërtet, janë 19 operator të licencuar për tregtim me energji nga zyra e rregullatorit të energjisë, por nga ajo që jemi informuar nga shoqata e prodhuesve në kuadër të odës ekonomike, rreth 200 kompani, të cilat kanë kërku të marrin, disa prej tyre kanë kërku të marrin oferta për furnizim energji elektrike pas datës 1 qershor, ata kanë marrë një ofertë të vetme. Dhe a dini prej kujt? Prej Keskos, prej operatorit prej të cilit ata aktualisht furnizohen. Dhe tash, zyra e rregullatorit të energjisë e ka të qartë, e ka letë të verifikueshme që nuk ka treg të lirë sa i përket furnizimit me energji elektrike në Republikën e Kosovës. Kështu që duhet në u bë anulimi i këtij vendimi. Ofertën që kompanitë vendore e kanë marrë për furnizim me energji elektrike nga Kesko është me çmim 260% më shtrejt. Imagjinoni kompanitë 1300 kompani pas datës 1 qershor, nëse vendimi lejohet të hyjë në fuqi, energjia elektrike për këto kompani që punësojnë me qindra mijëra punëtor, rritet për 260%. Një pjesë e tyre kanë deklaruar që në qoftë se vendimi i tillë hyn në fuqi, ato duhet t'i vënë qelsin kompanive të tyre, sepse nuk mund të operojnë me kosto kaq të larta. Tash me të vërtetë është tepër fatkeqësi e madhe, po e ndërlidh me konstituimin e kuvendit, që ne ende nuk jemi konstituu, të merremi me probleme të qytetarëve, të merremi me probleme që ballafaqohen bizneset në Kosovë, mirë po kemi një hall të vetëm, kemi hallin e lëvizjes vetëvendosjes se si ta vendos në kryet e kuvendit pa votat e deputetëve, kryetarët e parlamentit Zonjën Haxhiu. Domethënë, këtu janë reduktu problemet e qytetarëve të vendit. Dhe më lejoni t'ju them edhe një herë, në qoftë se, sepse siç po shifet po shkojmë drejt një procesi zgjedhor, dhe në qoftë se shkojmë drejt procesit zgjedhor, unë e besoj që flet votimi duhet të jetë tepër i thjeshtë. Ai duhet të jetë Kosova apo Albulena Haxhiu. Dhe votuesit, qytetarët e Republikës së Kosovës, duhet të zgjedhin në mes të këtyre 2 opsioneve. Sepse nuk ka luftë dish, nuk ka konkurrencë programesh, nuk ka përpjekje për të zgjidhur problemet e qytetarëve të Republikës së Kosovës, nga partia e cila ka fituar shumicën e votave në kuvend, ata kanë një hall, kanë një problem të vetëm se si ta vendosin një person i cili asesi s'po i merr votat e deputetëve të kuvendit të Republikës së Kosovës me vendos në kryet e kuvendit. Ju e dini shumë mirë që Lëvizja Vetëvendosje kurrë në historinë e saj si parti parlamentare prej vitit 2010 nuk e ka votuar pa marrëveshje politike asnjë kryetar të kuvendit të Republikës së Kosovës. Në ndërkohë, po ne jemi deklaruar, jemi konsistent, nuk kemi vota as për Zonjën Haxhiu dhe as për një kandidat tjetër, mirë po janë plot partitë të tjera parlamentare që deri më tani ju kanë thënë që nëse ndryshoni kandidatin do i keni votat. Kështu që ndërsa sa i përket pozitës e nënkryetarëve,
absolutisht kjo është një drejt e fituar, nënkryetarët votohen në pako. Dhe siç e dini janë 3 partit më të mëdha, të cilave ju takon nga një nënkryetar dhe mandej është një për minoritetet dhe një për komunitetin serb dhe një për komunitetet tjera. Ne jemi të hapur, ka qenë propozimi yni që partitë politike të ulen në një tryezë të përbashkët me qëllimin që të formojmë institucionet qoftë edhe për një periudhë kalimtare deri në afatin e zgjedhjes së presidentës, që është marsi i vitit 2026. Në qoftë se ka iniciativa të tilla dhe besoj që tani kolegja do ju informoj për iniciativa për dërgu diçka, për dërgu lëndë në gjykatën kushtetuese, që jep zgjidhje, domethënë ngërçit politik i cili është krijuar, natyrisht që ne analizojmë lëndën dhe jemi për zhbllokimin e situatës. Unë besoj që ju keni pa qëndrimin tonë të para 2 ditëve, që jemi ne ata të cilët kemi propozuar që spektri politik shqiptar duhet të ulet rreth një tryeze dhe kemi dhënë edhe idenë se si mund të dalim nga gërshi politik. Nuk e kemi bë për protagonizëm, e kemi bë thjesht që gjejmë zgjidhje në këtë situatë dhe për neve fare nuk është më rëndësi se kush na fton dhe ku na fton. Në qoftë se janë prezente të gjitha partitë, ne do të jemi aty. Po, sa i përket kërkesës tonë për anulimin e vendimeve që i përmenda të zyrës së rregullatorit të energjisë, është e vërtetë që unë bëna përpjekje që me marrë në nënshkrimet edhe të deputetëve nga radhët e lëvizjes vetëvendosje, mirë po nuk patë mbështetje nga ana atyre. Domethënë, thjesht u refuzova. Po tentoj që të përfshi sa më shumë deputet në mënyrë që domethënë t'i jap rëndësi kërkesës tonë dhe zyra e rregullatorit të energjisë të mund të mbështetet në kërkesën e deputetëve. Deri me tani ka marrë përkrahjen e Partisë Demokratike nga deputetet të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ishin deputetet e Nismas, të cilët e nënshkruan kërkesën. Natyrisht të dielën do të vazhdoj me mbledhjen e nënshkrimeve të tjera, edhe nga radhët e komuniteteve, kushdo që është nënshkrues dhe të hanën mandej do e dorëzojmë. Edhe një pyetje. Unë besoj që ne veç nuk e di nëse duhet bëjmë kërkesë me protokoll ose diçka tjetër. Ne kemi dhënë propozimin tonë, jemi që të ulemi, jemi për, domethënë tash ju mbetet të tjerëve të na përgjigjen ose i mbetet kujt do qoftë të na ftoj dhe jemi të hapur rreth asaj.